Vazhdojmë pjesën e dytë të dashur ton, Vera e Babilonisë, pjesa dytë dhe shkojmë së bashku. Besojmë që nuk do të shkoj çdo gjë mirë, ju kujtohet ato se çfarë folëm në pjesën e parë. Besoj Vera e Babilonisë lidhe me Biblën, lidhe me idhujtarinë dhe tani shkojmë më tutje mbi verën. Ja. Lidhemi bashkë me vllahun Keni, besojmë me sukses dhe vazhdojmë pjesën e dytë të Verën e Babilonisë, e cila i dehi të gjithë kombet. Përshëndetje përsëri, vllau Keni. Se signali hupi, si në Kosovë gjithmonë ka fa probleme teknike. Muj me vazhdu që dy ku këna jetë. Slajdi ku këna jetë e Ezekiel 22, a? Po. Oke, vazhdojmë. Vazhdojmë. Pra, Ezekiel 22, 26, thotë pritërit e tij shkelin ligjin tim dhe përdosin gjërat e mia të shejta. Nuk bëjnë dallim mes asaj që është e shejt dhe jo e shejt. Nuk e bëjnë të njohur ndryshimin nëpërmjet të papastërtës dhe të pastërtës dhe i largojnë syt nga shtunat e mia, prandaj jam përdosur në mes tyre. Citat shumë i fortë. Dhe nga historia e civilizimit faqe 188, citati i cili thotë ceremonitë pagane hynë dhe u themeluan në kishën krishtore. Ua, shumë e fortë. Krishtërimi u eksponua në formë tërbuese, gjë që është argumenti më i madh mbi humbjen e tij. Dashuria e hershme e kishës ishte shkatruar. Pastaj nga Konstituta Apostolike, libri i parë, kapitulli 23, thot kisha apostolike qëndroi e fortë dhe e pastër, por nuk kur doli gjenerata e dytë dhe e tretë e krishtër, ne kemi evidenca që kisha e krishtër ra dhe u korruptua. Mjerisht ra dhe u korruptua, devijoj nga ajo çka tha apostujt. Pra jemi duke folur për gotën e kupës së verës së Babilonit, cila është, shkojmë edhe me disa argumente tjera. Njëra kujna në të farë slajdina të lutë nësone nuk shina me ty. Po, ti nuk shihesh, jemi të slajdin 103. 103. Po, Zoti diellit dhe dera tek dera. Besimi universal në derën e pavdekshme të diellit përfastohet nga kjo portë. Monopolit e diellit nga kultura Tahunako, i cila ishte prej vitit 500 dhe vitin 800 pas Krishtit, në lindje të liçenit Tatkama në planetin e lartë. Pra në Bolivi është kjo derë, në maje është Zoti i diellit dhe religionet e vjetra hinduse, gjithashtu i kanë përçafu idhujtarit babilonase, kanë gjithashtu dyert e diellit, Babilonas në xhamit dua shekullit 6, Isten, Java e kështu me radhë. Do me thënë, në të gjitha anët e botë, urna. Po të tregojmë dhe mutër se fjalla Babilon, dhe më thonë dera e Zoti. Edhe këta kanë morë për Babilonisë, edhe kanë shtinë në krishterizëm, që para gjys vjeti, një 6 muaj për mas, pas se me dhe kjo Francesco, ka pas, nuk di që ka ndohë, para 1 vjeti për mdohët,
që e ka bë jubiliumin hapjes së derës së Shajt. Po, e kemi edhe. Kjo është një nuk di çfarë derë Shajt më pëlqen, po tash lexo edhe shohish na dim kush është dera është Jezusi. Unë jam dera. Në zbulesë ki, edhe kena sliding këtu që të regojmë vëllezër motra se kush është ta bandera, jo Babilonia, po Jezu Krishti. Ashtu. Pra, ja, ashtu që e përmeni vllau Keni, raporti nga media dhe publikacionet, hapja dhe papët dhe jubilejnë hapja e derës së Shajt në histori. Kjo tani është dera e shpëtimit e kështu me radhë dhe thot që pas këtij riti papa hapi dyert e mbyllura dhe ai që i kalon përmes këtyre dyerve e ka faljen e mëkateve. Na e dim që kush mund të falë mëkatet, pra është i vetmi, Jezusi ka thonë unë jam dera, Gjoni 10:9, askush nëse ndokush hyn nëpërmjet meje do të shpëtohet, do të hyjë dhe do të dalë dhe do të gjej kullot. Jezusi ka thonë unë jam rruga, jeta, e vërteta dhe dera. Nuk ka derë tjetër të shpëtimit, pra kjo është besim Babilona gjithashtu. Urna keni. Jo, mirë që e lexove këtë gjunin, aty e vërteton Jezusi që është dera, nuk ka rrugë tjetër, po kjo është sistem Babilon, kjo është sistem për me vëllezër, se ata kanë marrë ka dyrat e Shajt, është përdur në Meksiko, përdur gjithka, po unë nuk e kuptoj, kisha kishteri e din që dera është Jezusi. Pse e bën këtë ritual? Si mund me konë dera mëshirës? Po i vetmi mëshirë kush është shtep Jezusi, kush s'ka tjetër shtep mëshirë. Pa ka pagu për ty, ka dek për ty. Tash jenë mëshirë, a ka dhe një mëshirë tjetër? S'ka. Nuk ka asë, nuk do të ketë asë një herë. Kjo është blasfemi, kjo është antikristos, kjo është që këta morish venin në vend të Jezusit, s'ban është me bërë, mos gabim. Nuk është biblik. Ashtu. Edhe sistemi romak na thot se edhe Qelsin e ka, është Zoti i Luanit, i cili është nga Babilonia gjithashtu. Mandej kemi idhujtarin tjetër shumë të madhe, e cila përflitet shumë dhe është e përhapur, e kjo është Shën Pjetri që vërtet ishte Jupiteri. Kjo është shumë interesante se ka qenë familja e me, nona e me ka qenë edhe kanë qenë guzhë modhe me puth Shën Pjetrin, tave që kanë ndru emrin, dhe ishtë normal që sa është ky Shën Pjetri, kjo është Jupiteri. Po të është me mendimet e fetarëve është i Shën Pjetër, po që kjo është e sinkretizmi që e kombinacioni për shkak se Perëndëria romake ata kanë qenë këtë pagana, unë i kuptoj që është në territorin e paganizmit, edhe këto rinë aty, nuk do thonë mu prish, të zgozoj mu prish që është një monument historik. Po, nuk ujë me thonë edhe të është Petri. Po na duhet me kuptu, shkët monument në se Vatikani është qyteti më i vjetri, ka monumente historike, greke, ilire, ka krejt aty, ka domon. Na e duhet me kuptu, na dim që është bëme në vendin që kanë qenë pagan, po nuk na pengon e punë. Po na pengon për shka me thonë që është Petri, dhe nuk është Jupiteri. Po dhe kur që është ndrodhë, dhe me thonë që është Jupiteri. Pikrisht edhe ky aureoli që e ka përmbi kokë, tregon që është saktësisht Jupiteri. Kurse Jezusi ka thonë, unë jam i pari dhe i fundit, dhe i gjallë. Isha i vdekur, por ja jam i gjallë në shekujt e shekujve, amen. Dhe une i kam qelsat, une, Jezusi, e vdekjes dhe të varrit apo Hadesit. Andaj, jo dikush tjetër, jo ato teori janë shumë përhapur dhe njerëzit din, gjithashtu, kjo është pra njëra nga vera e gota kupa e verës së Babilonisë. Jezusi tek Mateu 16:18 thot, une Jezusi jo Pjetri, do ta ndërtoj kishën time dhe dyert e ferit nuk do ta mundin. Pra, Jezusi është shkëmbi, e Pjetri është guraleci,
Petra, shkëmbi apo Petra e Petros, një pjesë e vogël nga shkëmbi është Pjetri. Pra, këtu meritat hynore përsëri përshkruan njerëzve, në këtë rast njëri prej apostujve që është Pjetri. I vetmi ndërmjetësues në shëjtroren qiellore është Zoti Jezus dhe askush tjetër, askush. Këtu është çështja që duhet ta kuptojmë mirë këtë ku është problemi. Gota e verës, Satanit vazhdojmë atutje, lidhur me një urdhër tjetër. Kishim urdhërën e dytë, tani kem urdhërën e katërt, ditën e pushimit. Çfarë thot Bibla, Urna? Von, kjo është e pet një mësim që është i ndruar, deri në shekullin e 4, këtë kështërët janë lutë shtunën. Mas shekullit 4, për shkak se Konstantini ka qenë pagan dhe ka lutë ditën e diellit si ditën e Sunday, apo ditën e diellit, që diellin e ka lutë si Zot. Edhe për ata e pet kompromisi krishter, e pet sinkretizmi, e pet e kanë lënë diellin, që kanë prish se ka qenë perandor dhe këta e kanë hap drejtat krishterëve që mos i kanë dalë pi underground, kanë dalë jashtë krishterët dhe i kanë pranuar që të punojnë në shtetë, kanë hap rrogat e mira, i kanë pas këtë dhe ata që kanë pas e kanë fuqinë e perandorisë, atëherë edhe kanë marrë dhe kompromise. Kjo është shumë problem i madh që e atakon krijimin e tokës. E atakon Zotin e tokës direkt. Ashtu. Urdhëra e Zotit thot tek Eksodi 20, 8-10 të bie nërmend dita 7 për ta shëtruar. 6 ditë puno dhe krye të gjithë punën tënde, kurse dita e 7 është shtuna e shajt për Zotin. Anën tjetër, katekizmi thot ndero ditën e diel dhe ditën e festë të urdhëruar. Por të gjitha Biblat thojnë njëjtë, pra ashtu siç e lexuam. Problemi i adhurimit të diellit ishte shumë i madh dhe kjo hyri dal nga dal në kish dhe një citat gjithashtu i njohur flet nga libri Bota Katolike Mars e botuar vitin 1997, faqe 809, thot kështu: dielli ishte zoti i dalluar në paganizëm. Dielli ka adhurues të vet në këtë orë në Persi, në vendet të tjera. Është e vërtet, ka diçka mbretërore lidhur me diellin, duke e bërë atë asamblen të Jezusit. Dielli të drejtësisë duket se kishat në këto shtete duhet të thonë: mbaj këtë emër të vjetër pagan, ai do t'ju përkujtoj për kushtmërinë, sakrificën, andaj dielli pagan i përkushtuar Baldarit bëhet e diella krishtere e shajt e Jezusit. Nga Bota Katolike, Urna. Zoti më shumë që e urren është besimin e diellit. A di për çka? Pri fillimit, Nimrodi, besimin e diellit, Tamuzi, besimin e diellit. Meksik, besimin e diellit. Në Egjipt, besimin e diellit. Oziriti, Isis. Besimin e diellit në Kinë. Ma shumë që ka bë dam Satani, Luciferi, që e rrynë Zotin, është besimin e diellit. Edhe më në fund e ka marrë dhe ditën e diellit si ditë pushimi. Nuk është dita e diellit ditë e Zotit. Kjo është ditë e tjetrit. Për shkak se kjo është paganizëm ma e rrezikshme që ekziston. Ashtu. Dhe sot do të them sheft mirë, na nuk e kuptojmë na krishterët, na thojmë ja, sa është ka interesant. Po ritualet janë kretë me dielli, këtë me rumullaka, këtë janë me, për shembull, e ki femrore, mashkullore, ato rrezë tipen, edhe ku ta kshysh në qenë,
është frekuencë, edhe bashkë frekuencën mashkullore femërore. Do më kisha ka ditë shumë mirë, çka do të thotë. Te e ka liu. Kjo është një pikë që madhe. Ashtu. Kështu që vazhdojmë tutje, changing the Sabbath to Sunday was for no reason. Dekalogu thot, mbaj ditën e 7, ditën e shtune, por ja katekizmi jo, edhe kemi citat nga katekizmi i Koncilit të Trentit për prifterin e famulli, Kisha e Perëndis e ka bërë transmetimin e kremtimit dhe respektimit të së shtunës në të dielën. Pra është the Catechism of Council të vitit 1937, Perish Presit edicioni 2, dhe citati cili vazhdon në faqen 528, Katekizmi i Kishës Katolike thot, duke respektuar lirinë fetare dhe të mirën e përbashkët të gjithë të krishterëve, duhet të mbjellin njohjen e së dielave dhe të ditëve të shejta të Kishës si festa ligjore. Ato se çfarë qysh moti Danieli kishte thënë, po edhe zbulesa, lavirja, u ka dhënë për të pirë të gjitha kombeve verën e zemrimit të përvrimit të saj, pra jemi duke folur pjesën e dytë të vera e kupës së Babilonisë, cila është. Problemi përveç urdhërës së dytë, që e kemi shqyrtu hollësisht në pjesën e parë, tani në pjesën e dytë, pra është urdhëra lidhur me krijimin dhe krijuesin, e cila ndryshoj. A do t'i përulem e pranojmë vullën e Zotit apo dëmken e bishës, që është edhe një që do ta edhe në videot e ardhme do ta shqyrtojmë. Po, urdhëm. Po, kjo do të tregojmë në lajmet e Engjëjt të 3, edhe kjo do të debatohet në çka do të thonë vula e Zotit dhe çka do të thonë vula dhe dëmkës së bishës. Po tash nuk do të tregojmë, do të lëmë për episodin e 3, që është me radhë, që shkojmë me radhë, më lajmi një e dytë dhe treti. Pra, çështja është në mes të urdhërës 2 e cila shkëput, urdhërës 4 e cila është ndryshu, dhe urdhërës 10 e cila është ndarë në 2 pjesë, në bazë të traditave, por jo në bazë të Biblës. Ajo se çfarë është shkëput është ligji ceremonial, por jo kur ligji moral, pra ligji lidhe me ceremonit, me flimin e qengjeve, sakrificave, sepse qengji i madh Zoti Jezus është fliju, po kurse ligji moral, mos vraj, mos vjedh, ndero nanën e bab, ndero ditën e shtune, e kështu me radhë, është dhe do t'jetë dhe nuk ka ndryshim. Ezekieli 20 thot, shejtroni të shtunat e mia dhe ato le të jenë një shenjë midis meje dhe jush, në mënyrë që ju të pranoni se unë jam Zoti Perëndi. Janë një deklarat për ndryshimin e së shtunës së ditës nga kardinali i njohur James Gibbons, është në YouTube, ju lutem kërkojeni dhe mund ta dëgjoni origjinal. Ja këtu janë përkthimi i fjalëve të veta. Kardinali Gibbons thotë, unë ofroj madje $1,000 kujdo i cili më dëshmon nga Biblia, se unë jam i detyruar që të përmbahem ditës së dielës, sikur se të shej. Nuk ka një ligj të tillë në Bibël. Ky është ligji drejt për drejt i Kishës Katolike, kurse Bibla thot, të bie nërmend dita e shtunë për ta shëjtruar, kurse Kisha Katolike thot, jo, përmes fuqisë time hynore, unë e ndryshoj ditën e shtune dhe ju urdhëroj
ti përmbaheni ditës së parë të javës të dielën dhe bota civilizuar i është për ullë me dëgjueshmëri urdhrit të Kishës së Shtrenjtë Katolike. Është citat nga libri Key Wright, Seren, The Location of Hearthood, Kansas, USA, e votuar në vitin me 18 shkurt të vitit 1884. Po, urna. Unë dhe kardinalët e din, ata e din. Unë me thonë se nuk kanë vërtet, ata po thojnë e vërtet, dita shtunë është ditë e pushimi. Ditë gjellën në lypë këtë dimë me gjithë që në gojë. Na të regojmë se ka ndodhë mas partit e Trendit, e Konstantini, atëre. Edhe kanë mojnë, nuk kanë ndryshim, po nuk është biblik, pse e atakon vullin e Zotit, nësë mush me ataku një vull, e thot unë e kam kryu qëllën, është e numër 4, edhe nuk mush me ataku ti vullin, edhe popullit në të të mi kalëzu, së mush ti me lut një ditë që nuk i takon, s'ki vull. Nuk i lut mu, jo, unë falë, po të kam thjerë në mental, po unë të kam kalëzu, që ku i kin liber, që se ki lezu. Ashtu, Zotë e ratë shtunën edhe qeve, ty për pranën kardinali, për pranën vetë që ka ndodhë kja. Ta shlezo ma tutje që ka shkru në taman kjo Gibonci. Ashtu. Do me thënë, është një tube dhe kushdo që është interesuar mund të e shikoj. Kurse, edhe në librin besimi i etërve tanë, pikrisht kardinali James Gibbons, në faqen 111-112 e thot përsëri. Mund të lexoni Biblën nga zanafilla deri në zbulesa, dhe nuk do të gjeni asnjë rresht të vetëm që autorizon shëtrimin e së dielës. Shkrimet mbështesin mbajtjen e së shtunës. Përsëri, pra dhe në këtë libër të njëjtët gjë. Kurse historia e Kishës, libri tjetër, Këshilli i Laodices, në faqen 739, thot kështu. Në vitin 325, Silvester Bishtopi, kardinali Romes, e ndryshoi titullin e ditës së parë, duke e quajtur Dita e Zotit. Të krishterët nuk duhet të judenizojnë, të mbajnë të shtunën dhe të pushojnë të shtunën, por duhet të punojnë atë ditë. Por ditën e Zotit, pra ditën e dielës sipas ti, duhet të respektojnë veçanërisht dhe si krishterë, në qoftë se është e mundur, nuk duhet të punojnë atë ditë. Pra, është shekulli 4, urna. Shto është e problemi, që këta thojnë, është dita hebrejve. Shka kanë lidhë hebrejt më ta, e Mojsiu, kër i ka pru dhe turat e Zotit, nuk i ka pru për hebrej, i ka pru për këtë botën. Po na sot i kina, mos vroj, mos raj, mos kovno, mos del dhe shpinë rren. E katëta shka të shkrujt? Shka të shkrujt dhe janë e katëta? Të bje nërmen dita 7 për të shetruar. Aha, do më një këta për moni, a këta s'pëdëni me mojë. E shka kini mojë për hebrejve? 9, 7, 7 ligje, 9 ligje? Jo, e keni marrë krejt. Pse shtunët e keni marrë për atë? Bon, edhe pe pranojnë që është gabim. Ono që është gabim në Romëre, ta pe lutin i shtunën që është vula Zotit është e në pykje. Nuk është tajgore, këta në të tajgore, po kanë me kuptu masanej, se s'pëdu me i gatë, ka shumë. Dha Zotit e kuptojnë së shpeti, lutemi, dhe Zotit ja hapë sy çdo kuj që kërkon. Okej, kalojmë të pika tjetër, të gota e verës, mashtrimi i Satanit lidhur me krijimin, edhe kjo është një çështje jo pak e rëndësishme. Biblia thot dhe ne besojmë fuqishëm, urdhëm. Duhet me fol pak kështu. Bëjnë sa, këtë shkollat e para në botë, për shembull që është Oxfordi, që është Yellow, Georgetown University, Praga ku jetë unë, Houston University, këtë qëto shkolla kanë qenë krishtere. Krejt, edhe alo sot janë.
Edhe keq të shkolla mësohet për evolucionizmin. Unë nuk e kuptoj. Që e tham parës, izmi që i ka... Simon, shkollë krishtere me mësu për majmuna. Që kena specien për një gjallese që i në bon Andertales, atër kjo ka qenë Lusi, për asaj i në bon njeri. Kjo në rënë, kjo më shtrim. Homo sapiens. Linjën e Adamit e Evës. Në adim këtë që u kriju Adamit. As kja nevoj mi besu këta në. E këta këtë mësime ka leju me një në për kisha qenë shkollat krishtere, tash. Universitetet i kanë bon priftat. Si ka po kush, i zyrët e kanë bon universitetet. Kena historinë të në, që i kanë formu, që i kanë rejtë, kush ka mujtë me një aty mu mësu. Veç krishterë. Të zbane sa shkollat krishtere mësot evolucionizmi, darwinizmi që i kena priadën për majmunit. Se kjo përkrahet një citat nga USA News and World Report e bëtume në vitin 1996, na krijoi Zoti sipas pamjes së tij, siç thot Biblia, apo njeriu evoloi nga kafshët, siç thot darwinizmi, para 150 viteve. Sipas Papës Pali II, evolucioni mund të jetë shpjegim më i mirë. Pra, ky është ai citat, ndryshimi, evolimi i mendimit të Vatikanit lidhje me krijimin, zhvillimi i mendimit të Vatikanit, citati i jashtëm i cili thot, deklaratat e pabesueshme të shkollave katolike, që e tha vllaucen, kenim, ky evolucion gjerë në vitet 1950 ishte i paprenueshëm, kurse tani thuhet se mund të interpretojnë zanafillën lirshëm. Do me thënë, Biblën interpreto lirshëm qysh don ti me trende botërore ashtu si shkojnë, pra është citat nga enciklopedia edicion katolike e botuar vitin 1991. Është të përpara citati dhe kjo është nga 4 nëntori 96. Citatit në mesazhin e tij Akademisë së Shkencave, këto e tham porës, që është Lexo dhe herë. Në mesazhin e tij Akademisë së Shkencave të Papatit me temë mbi origjinën e jetës, deklarata e John Palit thotë se kisha e ka pranuar evolucionin. Kisha e ka pranuar evolucionin që Biblia thotë. Kena priadën për majmunit. Po. 6 ditë Zoti krijoi, ishte mëngjesi, ishte mbrëmje, dita parë, dita 2, 3, 4 dhe deri në 6, ditën e 7 Zoti pushoi. Pra, për kufizimi kohor mëngjesi dhe mbrëmja, që është një ditë, e jo etapa e kështu me radhë majmuni e ashtu ashtu. Okej, shkojmë në disa fakte tjera, gjithashtu shumë interesante, historia e cila është përsëritur, e çfarë është kjo? Tani lexojmë nga Biblia Mateu 27, historia është përsëritur dhe thotë vargu 24. Atëherë Pilati, duke parë se nuk po arrinte gjë, madje se trazimi po shtohej gjithnjë e më shumë, mori ujë dhe i lau duart para turmes, duke thënë: unë jam i pafajshëm për gjakun e këtij të drejti, mendojeni ju. Vargu 25. Dhe gjithë populli duke u përgjigjur tha: le të jetë gjaku i tij mbi ne dhe mbi fëmijët tanë. Shumë fjalë të rënda, pra që i tha populli. Vargu 26, atëherë ai u aliroi atyre Barnabën dhe mbasi e fishkëlloi Jezusin, u dorëzoi që të kryqëzohet. 27, atëherë ushtarët e guvernatorit, mbasi e quan Jezusin te përtenumi i guvernatorit, mblodhen rreth tij gjithë kohertën dhe pasi e zhveshën, i hodhi mbi trup një mantel të kuq dhe i thuren një kuror me thera duke e vënë mbi krye dhe i dhanë
një kallam në dorën e djathtë dhe duke u gjenjezuar përpara tij, e përqeshën duke thënë: "Tu ngjatjeta o mbret i judenjve." Pra është kryqëzimi i Jezusit dhe një citat i cili është i marrur këtu, është ajo origjinali, lexojmë përkthimin, i cili thotë: "Ndërsa pushteti i Romes zgjerohej më shumë në shumë pjesë të Greqisë, Atalia mbeti i fundit i Pergamosit, vdiq në vitin 133 para Krishtit dhe e la në testamentin e tij të gjithë sundimet e Pergamosit popullit romak. Megjithatë, për disa vite nuk ishte askush që mund të pretendonte hapur dinjitetin dhe pushtetin e natyrshëm në titullin mbretëror të Pergamosit. Do me thënë, atë të papes sovran, mandej pushteti i papes romak u kufizua disi, por kjo situatë ndryshoi rëndësisht me ardhen e Julius Cezarit. Nga emri Julius Cezarit, perandorët romak morën titullin Cezar. Cezarët mbajtën gjithashtu pozicionin e Pontifex Maximus. Kjo është ku mund ta gjeni origjinal këtë citat, pra në www. Michael Terence the Antichrist, Pontifex Maximus, the Papacy and its Origin. Por na keni. Vi ti tregojmë popullit pak. Që ky citati që shite, në vitin, vish ta tregoj pak. Ka qenë në vitin kur u prish Babilonia, për Kirius, pristrat e Babilonisë kanë hik dhe janë shef në qytetin Pergamos. Qyteti Pergamos sot është në Turqia i qytet. E aty kanë qenë një kësini perandor, e ka pas emrin, veç ta tregoj, ta kuptoj gjinja për shka e kena qitë këta. Një perandor, po, edhe ai e kalon si kësi me degret, e kalon që nëse unë e vdes, atëre do të thirrë, këto priftat, e kanë morë, ky e ka pa titullin këtë titullin e këta në perandor, Pontifex, që është lidhja urave, po Cezari përpara është thirrë si Zot, e kanë bërë si Zot. Edhe këto priftat e kanë thirrë si Zot, shta Pergamosit, ata kanë qenë priftat e Babilonisë. Ata çka kanë bërë? Kanë marrë edhe i kanë shkuar në Rom. Për që ata shto mësimit e Babilonisë i ka Roma, i kanë marrë për shtonën e priftave. Edhe këta priftat i kalon me dekret që ky Atali. Ma Atali kalon me dekret. Atër ku ka Julius Cezari, e ka përdor atër e ka marrë këtë titullin. Po, që është, ky titull është shpirtëror, ky nuk është kështu, se ka mendeq ura ai. Po ura mes Zotit dhe njeriut, është Pontifex Maximus. Edhe ky titull, nuk është titull krishter mas pari një, nuk është biblik 2. Edhe ky titull e ka marrë edhe sot, që e dim se kush e ka marrë, po nëse ata kanë për veti, nuk është, vetë është me tregu, që nuk është biblik. Edhe pse këto mësime, për shkak se në qitë vit kanë ndodhë që kanë shku këto priftat e Babilonisë, edhe aty e kanë marrë, aty kanë jetë në Roma, dhe pi Roma atër e kanë bërë këtë sistemin Krishtero Babilon, ma mirë shtu më thëmë. Ashtu është. Okej, një citati tjetër, këtu në vazhdim, thot Julius Cezari u zgjodh në pozicionin e Pontifex Maximus në vitin 63 para erës tonë, ai më pas mori pozicionin suprem të shtetit romak. Kështu ai ka dhuruar atij të gjithë pushtetin dhe funksionet e Pontifex Babilonas dhe ai është parashikuesi i vërtet legjitim i Baltasarit.
E këtu është tamam që për të tregon, domethënë legjitimi i Belshazarit. A Belshazarit ka qenë mbreti i Babilonisë. Po. Von Gjyri Cezari për të tregon tamam se qysh e kanë prunë në Rom. Tamam qysh e kanë prunë. Vazhdo. I pakënaqur me këtë, ai u shpall të jetë i mëshirim i Jupiterit me 25 dhjetor me vitin 44 para erës sonë në tempullin e Jupiterit në Aleksandri. Thot Enciklopedia Britanike, thot gjithashtu se Julius Cezari ka shenjë se në 6 muajt e fundit të jetës së tij, ai jo vetëm që kishte aspirata për një monarki me emër dhe me fakt, por edhe për një hyni të cilit romakët duhet ta njohin si dhe grekët, orientalistët dhe barbarët. Duke pretenduar se ishte hynor. Julius Cezari ndoqi modelin e mbretërve të Pergamos. Perandorëve romak që pësojnë Julius Cezari zakonisht konsiderohej shynë si Zot. Do të thonë, ky po thot unë jam Zot. Po me Pontifik Maximus jam Zot. Po kush e ka sot këtë titullin sot? Na dim kush e ka, domthon, ai de facto bi thot vetit se jam Zot me këtë titull. Çashtu. Po këtu është problemi se nuk mund më shpall njërin Zot aty. Ashtu. E çfarë thot Bibla? Tek Gjoni 19, historia është përsëritur, thot vargu 12, që nga ai moment Pilati kërkoi ta lironte, por judenjt bërtisnin duke thënë, po e lirove këtë, nuk je mik i Cezarit. Kush e bën këtë mbret i kundërvyet Cezarit? Vargu 13, Gjoni 19, Pilati pra, kur i dëgjoi këtë fjalë, e çoi jashtë Jezusin dhe e ul në selin e gjykatës në vendin e quajtur Kaldërm e në hebraisht Gabatha. Tani ishte dita e përgatitjes së Pashkës dhe ishte afërsisht ora e 6 dhe u tha judenjve, jam mbreti juaj, por ata bërtisnin largoje, kryqëzoje. Pilati u tha atyre, ta kryqëzoj mbretin tuaj? Krerët e priftërinj u përgjegjen, ne s'kemi mbret tjetër përveç Cezarit. Pra, hebrejt e pranun Cezarin për mbretin e tyre e Jezusin, kë zgjedhen, pyetja, pra kë zgjedhen hebrejët, Zotin Jezus, mbretërin e vërtet, krijuesin e qiellit së tokës, apo Cezarin pagan. Mjerisht, ja, tragjedia dhe fillimi, burimi i asaj që do të ndodhë për matutje. Dhe një citat tjetër thot, kur Konstantini erdhi në Rom, suksesin e tij ja barti pontifit, papës, dhe kur u largua nga Roma, ai ja dha vendin dhe pozitën e autoritetin e tij pontifit, papës. Është nga La Bianca, profesor i Universitetit në Rom. Pra, kjo është citati original dhe këtu është vendos pra themeli i asaj që ka ndërtu më vonë, pra në themel të gabuar, jo një hynor, jo biblik, por njerëzor. Gjithashtu kemi njëri prej mitologjin greke të vjetër, e ky është Pani, i cili është me bri të dhis, ma vonë kemi panteizmin që është zhvilluar nga ky idhuj pagan, se kinse është Zoti në çdo bim, në dru, në lule, në gjethe e kështu me radhë. Nga kjo e kemi fjallën paniku, gjithashtu, urna, vlau keni. E që të regojmë, vazë dhe moti të regojmë për shak se si të Danieli thotë, kja bish, kam i pas 5 komponente. Babilonin, Medo-Persin, filozofin greke, romakët, këto janë bashkë, edhe këtë qëto mësime kanë hi në krishterizëm.
Na I kena marrë senet që shfash, ku ki pati Davidin me kësi, me fyll. Davidi s'ka pas fyll. Ja, kjo është nga katedrala në Gjermani. Po, bon Davidi ka pas këta, që si qërët kja, harpa, që vjen. Harpen. Ashtu, bon e ka pas harpën, na këtë e dim, se në Bibël shkruan. Po. Nuk ka, kjo me fyll, do më thonë, e kanë ruaj emrin, po pse e kanë marrë për Greqisë këtë panteizmi do më thonë, kur besojsh në natyrë, do më besojsh në gjethe, në drumë, e gjithë shka, dhe më natyrë, do më për ty Zoti është natyrë. Shtu I bjerë. Ashtu. Do me thënë, krishtërizmi këta e ka marrë dhe tek zbulesa thot mbi ballin e saj ishte shkruaj misteri Babilona e madhe, nëna e lavirave dhe neverive të dheu, zbulesa 17:5. Kisha nën, citati jashtëm I cili thot kështu. E djela në vend të shtunes, po natyrisht, është e padrejtë, por ndryshimi ishte bërë 15 shekuj para se që protestantizmi kishte lindur. Ata kanë vazhduar të dëgjojnë adetet e autoritetit të kishës katolike e jo të qarta të Biblës. Kjo dëgjueshmëri e nënës kish prej të cilës kanë dalë. Pra, duke respektu ditën e diele në vend të shtunës, mjerisht edhe protestantizmi, pra ka pranu përqafu këtë ide babilonase jo biblike që është gjithashtu. E kanë pranu krejt, jo vesh krejt, këtë krejtere, komplet. Po. Mjerisht. Pra, adhurimi I diellit ishte në Babiloni njëra prej çështjeve të vjetra, antike të kohës së lashtë. Kurse një citat tjetër, Two Babylons, nga Aleksandar Hiksop, thot kështu. Për të pajtuar paganët me krishtërimin nominal, Roma, duke ndjekur politikën e saj të zakonshme mori masa për të bashkuar festat e krishtëra dhe pagane dhe për të bërë që paganizmi dhe krishtarizmi tani të zhytur në idhujtari të shkatroheshin në këtë të shndroheshin në këtë si në shumë gjëra tjera dhe në shëtrimin në shtrirjen e duarve mbi njëri tjetrin. Krishterizmi u vesh në paganizmin dhe e shtrin dorën e u bashkuan. Kjo është çështje, urna vëlla keni. Bon, përse se këtë fjalë, nëse Zoti e urren diçka më shumë ti, e urren kur të beson në dili ose në han. Bon, edhe këta kena bë kombinacion, bon, s'ka bim I madh. Po, ato janë si në dielli, si në han, pra në lindje apo në perëndim, që e kanë përqafu. Ata për shembull, musliman thënë këshire ku perëndon dielli aty është e kaba, kanë bën me kast. Pse e kanë bën me kast? Për shkak të diellit e kanë bën, jo për shkak të kabës. Për shkak se u të kallzova, Babilonia është e msheft, nuk e sheh gjithkush I lojat që I kanë bën. Që për shembull e morrin kungimin, për shembull, edhe shtinë e bojnë si dielli. Pse më bën si dielli ashtu? Edhe shenjat që janë tamam femore mashkullore, domethënë ku e ki marrë atë mësim? Pse për shembull na kena në Bibël që e kena trupin e gjakun e Krishtit, po nuk ki nevojë ti me bën si dielli. Nuk ki nevojë ti me bën tamam me mshef të Babilonia, edhe këtu është problemi që më pengon, edhe unë e di që e kanë bën me kast, po çka e bën, do të më dëru. Okej, mashtrimi I satanës lidhur me ushqimin, edhe këtu ka shumë pika, shumë çështje, njëra prej asaj që nuk është biblike, për shembull, Bibla thot nuk do të hash asgjë të papastër, siç është derri. Pra, Bibla thot që te Zanafilla 1:29 është ushqimi ideal, kurse te Levitiku 19 janë kafshët
që ripërtypen dhe kanë thundrat e ndara, që lopa, delja, kështu me radhë, që janë kafshë që mund të hahen, dhe ato që nuk mund të hahen, sikur që deri, devja, lepre, kështu me radhë, orna. Ne që këta kena qitë për shkak se është ndalush me mishi i derit në Bibel, po tashti personat që s'kanë për shembull me hangër, mujnë me hangër ku s'kanë çka me hangër, për shembull si vjen dikujt që s'ka në tavolinë kur gjon, veç ka drejt me hangër. Po është problemi tjetër këtu, na nuk kena t'i thonë mos e hani, bëni çka doni. Po nëse dikush lexon Bibel ose kënon psallma ose lutet, papastërtia domthon frymore një dhe papastërtia ushqimit nuk reagon atëherë njëri me bën ndryshimin ndryshimin frymor të trupit. Edhe që kjo është e ndalueshme për shkak se gjinja që luten hajnë pak, edhe hajnë pastër, hajnë më shumë gjelbrimja, më shumë vegetarian që hajnë për shembull mish. Po për këta e kena qitë, më shumë e kena qitë për me kuptu që gjinja që janë besimtarë të mëdhej, s'ka nevoj me shti senet e papastra në trup. Ashtu. Këtu kjo një temë e gjërë, vetëm një fakt për shembull që mishi i derrit që të tretet duhen 12 deri në 13 orë, përkundrejt për shembull mishi të lopës që për 4-5 orë ajo tretet. Kështu që mandej edhe bakterie, trihoma që është në mishin e derrit, mund të zish, mund të pjekish, të përzhitish, çfarë do të skuqish, ajo nuk shkatrohet me asnjë trajtim terminal. Termik, kështu që kjo është problemi. Mandej çështja tjetër që Bibla thot është puna e alkoolit. Bibla thot që të pim rrush, saktësisht fruta të pa fermentuara. Thot mos u dehni me verë në të cilën ka shthurdhje, por mbusheni me frymë. Gjon Pakzori nuk do të pi verë, as pije dehse, ose mos e prish rrushin sepse është bekimi në të. Jo verë që të trullos. Po këtu që ka është për shkak se edhe Engjulli thot Zakarias mos gabon me pi për shkak se ka me lind djali Gjon Pakzori, s'gozon me pi raki, as von ven as kur gjë, për shkak tregova pak para, është këtë pyetje frymore. Ti mush me pi, s'është ndalueshme, po ti s'mush më për shkak budall, ti pi për shkak do ushpi, po nuk ndihmon në frymore, ç'ta do të më thonë. Ashtu fjalët e urta është verë tallëse. E thot për kënë fjalët e çuditura, sytë e skuqur, për ato që rrenë gjatë pranë verës së droguar. Jo rrushi i shkosh është i mrekullueshëm dhe shumë i mirë, i cili është glikoze pastër, dhe thot që gruri i rrit djemt, kurse rrushi i rrit vajzat, thot psalmisti. Andaj të bëjmë dallimin pra nga lëngu i pa fermentuar dhe ai i fermentuar që është alkoholi, që është problem tjetër. Biblia po thot, lum ai që lexon dhe lum ata që dëgjojnë fjalët e kësaj profecie, sepse ora është afër. Kemi edhe një çështje, kjo është mashtrimi i Satanit, i djallit lidhur me vdekjen dhe lutja për të vdekurit, që është gjithashtu një problem shumë i madh në vete, kurse Biblia është shumë e qartë, thot te Predikuesi 9:5, të gjallët në fakt e dinë se kanë për të vdekur, por të vdekurit nuk dinë asgjë. Ata nuk kanë asnjë pjesë, asnjë shpërblim, sepse kujtimet e tyre harrohen, dhe dashuria e tyre, urrejtja e tyre dhe smina e tyre tani më janë zhdukur, dhe ata nuk kanë asnjë pjesë në të gjitha ato që bëhen në diell. Sikur të kuptoj kjo e vërtet e madhe biblike, shumë probleme në botë ishin zgjedhur, shumë. Pra që ka mënyrë enorme, mënyrë të mërshme, vërtet, kështu që është problem se Biblia, e dini, Zoti që i ka thonë te Zanafilla 3,
4. Perëndia tha, ditën që do të hash nga pema ke për të vdekur me siguri. Zanafilla 2:17. Kurse, por, atëherë gjarpri i tha gruas, ju s'keni për të vdekur as pak, gënjeshtra e parë në univers është pikërisht kjo. Unë nuk e kuptoj si mund priftat e këtë religionëve mi tregu të vërtet. Unë nuk e kuptoj që i thënë dikush, por rena ma madhe është e shpirti është i pavdekshëm. Shpirti është i vdekshëm. Më koni pavdekshëm, atëre gjarpnin që ka thonë, atë e një me gjarpnin. Kush një thotë të shpirti i pavdekshëm, aja është me gjarpnin. Pse? Pse gjarpni ju ka thonë, ju s'keni për me vdek, po keni më konë si Zota. Edhe na, si Zota si na hiq, po këtë i mushim 60 vjeç në lejmë kama shpina, atëre edhe smumi edhe hecmi. Mon, kjo mashtrimi shumë i madh që as një kish nuk thot po që është ai nel të në këshyneve, vdekmit krejt janë gjumë. Jezus i thot krejt janë gjumë, as din gjahit. Edhe shumë spjegohet mirë, përta e kena trupi, fryma dhe shpirti. Trupi bëhet hi. Fryma është e Zotit, shkon te Zoti si informacion. I lindjes dhe në vdekje, edhe shifet hinë gjyqja. Shpirti është i vdekshëm. Nëse ti je i Zotit, atër ta aktivizon shpirti. Atër je me ta, se kime shku në gjyq me shta. A fryma nuk është e jona, fryma është e Zotit. Po njeri kur des, e a frymën e fundit, ja ban. Kush kanë që ka frymë? Te Zoti shkon. Dha shpirt. Po pra, do thonë, fryma shkon, a shpirti është, na janë gjumë. Na jena, de facto, në qatë minutë se na rinjallë e Zotit, na në qatë minutë e shojmë vetën bashkë qatë sekundë, na për ne është 1 sekundë të rinjallëja, për shkak se na nuk e shojmë vitet na, s'kina ma orë me këshysh dhe na sa ka ndodhë, baba jam është në gjumë, migja jam, këtë janë në gjumë, kur vjen Jezusi për dyti, na rinjallë, po për babën dhe më ka 1 sekundë që ka në gjumë. E të këptu? E këtu Biblia na thotë. Ta thotë janë i menën që Jezus i thotë, mos o tut një ai se ka që ju rajuve, po tut një ati që ju merë në trupin edhe shpirtin. Do mon, aha, ku ka i vdekëm shpirtin, po normal mërë, pa i Zotit të thonë, Jezusit të thonë që i vdekëm. Ta privtat e këtë majmunat duke i kratin poplit. Marë për ta. është i vdekëm shpirti. Edhe që kjo është spiritizëm, që kjo është që Babiloni nuk dënë më ju nëshuve pitore. Edhe ju du të me dalë sa ma shpejt, me marë Biblën me të ju, me dalë. Se s'dullet, e patët. Se kamertarë të demoni, thotë unë jam baba ju. Edhe këllë si aj, do këtë si aj. Atë më që kime besu. Edhe ti në qatë minut, shumë e hangre, s'ka më pështim për ty. Pse? Se kanë rajt me mija vjetë, kanë rajt të shpirti është i pavdekshëm. Është i vdekshëm. Nëse është i pavdekshëm atë shkoni te Jezusi, pse e thot Jezusi sta? Mos i shitni për 1 dinar 2 plumba. Nuk shiten. Vazhdo. Po. Nga në prill vitit 1940, Watchman thot doktrina pagane e pavdekshmërisë së shpirtit të njeriut trokiti në derën e kishës në shekujt e hershëm. Kurse Biblia thot, pash një gru që rrinte mbi bishën e kuqe plot me emra blasfemie. Te ligji për trirë 18:9, kur do të hysh në vendin që Zoti Perëndia yt do të jap, nuk do të mësosh të shkosh pas veprave të neveritshme të këtyre kombëve. Të mos gjendet midis teje ai që ka lënë birin ose bijen e vet në përzjarr, as ndonjë që praktikon shotarin, bën parashikime, interpretime, shenja, merret me magji, as një që përdor yshje, as mediume të konsultoj frymat, as magjistar, as ai që ndjell të vdekurit. Sepse të gjithë ata që merren me këtë punë të neveritshme
nga Zoti, për shkak të këtij neverie Zoti është duke u përzënë para teje. Pra, të gjitha këto veprime janë të gabume që nuk kanë lidhje me Zotin, se thot të gjallët e dinë se kanë për të vdekur, por të vdekur nuk dinë asgjë. Ju lutem që këtë të vërtetë madhe të ngullet në kokën, në mendjen dhe zemrat e juaja, se është vërtet e mrekullueshme, e madhe, e thellë dhe shumë domethënëse, që shumë njerëz do t'i përcaktoj mjerisht ose nga vdekja ose lavdëra Zotin nga jeta. Kurse një citat tjetër, History of American Catholicism, faqe 37, ja kjo citati origjinale, e shohim përkthimin, shpesh është akuzuar se katolicizmi është i mbushur me shumë idhujtari pagane. Katolicizmi është i gatshëm të pranoj këto akuza dhe madje edhe të mburret me të. Idhulli Zoti i Madh Pagan Pan, Pani nuk ka vdekur, ai vetëm është pagzuar. Kemi nga reformatori Martin Luther, The Babylon Captivity of the Church, që është saktësisht mbi robërinë e Babilonasit të kishës, cila thot, në veprën e tij, robëria babilonase të kishës, Martin Lutheri paraqiti një rrëshqim të jetës sakramentale të krishtere të paraqitur në fjalë. Teza e tij është se papati i kishte shpërndar sakramentet me traditat dhe rregulloret e tij, duke i transformuar ato në një sistem të kontrolluar dhe të mbikëqyrur, e shkruar në qershor të vitit 2016. Urna. Do të thonë, Martin Lutheri ka nu 95 teza që ai ka pasur në kishë. Një tezë ka qenë që kjo. Pse me këtë tezë janë shpallë burgatoriumi. Mund t'i dush më lutesh me dhon pare për najna të lut për ashtu nga të lut. Burgatoriumi është ju që nuk ka biblik, është kundra Jezusit. Dhe këtojnë ata si marë kundra Jezusit. Po, për shkak se Jezusit thot, une jam tërmetësu, si unë kam vdek një herë për ty. Edhe une të kam pagu, unë me gjakin tim. Unë jam tërmetësu, unë jam në tempull, unë i marë ty mkate tua, unë ty të njëmoj. Po këta thënë, jo, se unë kam pak mkatet e vogla, s'ki nevoj ti marrë të une, po në shkojmë burgatorium aty edhe pak përgjit në adesh, si që vapat aty të prena, edhe athere dalë edhe shkojti. Do më thonë, ata me shqit burgatoriumit, do më thonë, na nuk besojmë Jezusin. Po në me nuk besojmë nëse është burgatorium. Ka një vend që s'kina nevoj për Jezusin, shkojmë pastromi aty edhe se jem katët e vogla, dhe se këto të ndonat, jo, ata du të me shku, me thirë këtë shenjtat e bozë, të ek me shku të Jezusi se generali i ushtrisë. My goodness. A Jezusi thot, unë jam te zemra jote, unë kam deg për ty. Prima bedi, si mund me, që ata Martin Lutheri ka bo këtë slajd. Për shkak se, na, dim se në kohë vërtet, dhe sa pari janë dhanë më në reqë. Tashti, o bërë komunizmi, janë bashku kishat krejtë, edhe protestante katolike. A është ndryshu teza? Jo. A ndryshu në Roma? Së ndryshan. Po kush ka ndryshu? Ka ndryshu protestant dhe kishat tjerë. Ta ki baf mirë që ka një komunizm, edhe atë du të ashojnë që kanë me kalu. Një citat tjetër, ja ky që është histori e shekulli 2, kapitulli chapter 2, thot krishtërimi u bë fe e ngritur në perandorin romake dhe zavendësua me paganizëm. Krishtërizmi si që ekziston në kohën e erët, mesjet mund të quhet paganizmi i pagzuar. Pra, problemi është që themeli i sistemit Babilonas ishte autoriteti nga njeriu, fjala nga njeriu, veprat e njeriu, ligji nga njeriu, traditat nga njeriu. Kurse Zoti
themeli hynor thot autoriteti nga Zoti, fjala nga Zoti, dashuria nga Zoti, ligji nga Zoti, mësimi nga Zoti, shpëtimi nga Zoti. Të më thonë, një islam njeriu, budista njeriu, zoroastrian njeriu, pagani kësi Hare Krishna. po të kinezëve që është ai konfucianizmi njeriu. Po. Këtë njeriu, ka menu me njeriu ka logjikë të Zotit, njeriu të bën ai gore, njeriu ka çfarë çfarë metoda, çfarë mësime. Biblën e kanë marrë me çështo, sa për me pas. Po. Po, ashtu Babilonia do të më kallëzu, se Bibla na thot, krejt ka me dalë në shesh, krejt, para se marrëdhënie thot Jezusi do të më dalë vërteta në shesh. Qashtu. Pra Jezusi është Zoti i gjallë i vërtet në shejtore, mbi shejtore, ky, si që tha vllau Keni, pra ndërmjetëson për ne, në katet këtij arrëfejmë, dhe ky na i fal katet, natyrisht nëse i kemi bo diku vllaut, shokit, kojshis, diçka keq, na duhet t'i qirojmë hesapet, të kërkojmë falje me vllaun, e motrën, e shokin, e mi kushdo që është, nga njeriu, por ajo që është e para është Zoti. Kurse mastrimi Satan lidhi me moralin, dhe kjo është sferë shumë e gjatë, kurse te Levitiku 18:22 thot nuk do të kesh marrëdhënie seksuale me një burr, ashtu si bëhet me një grua, është një gjë e neveritshme. Pra, homoseksualizmi dhe pedofilia, një kaptin shumë e thellë dhe madhe dhe madje vjetër, e cila është përhap dhe po përhapet, po merr për masa të tmerrshme, gjithnjë më tepër, mjerisht e cila u bart dhe u praktikua dhe praktikohet, pra mjerisht çka nuk është biblike. Zoti ka thënë një burr dhe një gru, jo dy burra, jo dy gra. Kjo, ajo se çfarë po bëhet te ne vërtet e kalu kohën e Sodomes dhe Gomores, nuk e kam qitë këtë vargun, por thotë, por si Gomora e cila u dha pas çoroditjeve seksuale, u shkatru me një zjarr të përjetshëm. Pra, ra zjarri dhe e shkatroi Sodomin dhe Gomorën në kohën e Abrahamit, saksis Lotit, dhe kur nuk u repërtrin këto dy qytete për shkak të prishjes së tyre morale, por koha jon e ka te kalu pse, me shumë çka, përveç homoseksualve, ajo një, por jo edhe përveçimi i fëmijëve, prindi një, prindi dy, çka është problem gjithashtu shumë i madh, dhe jo e përkrahur nga shteti, nga qeverit botërore. Sodom dhe Gomor ka pas njerëz që kanë bërë punë të tilla, veprime të tilla, dhe ajo është e vërtet, por jo deri në këtë mas që t'jetë publike dhe e përkrahur, e legalizume, e zyrtarizume dhe të vënohet kunor, që të martohen dy burrat, martohen dy gra, madje edhe fëmijët personit tret, i cili nuk ka lidhje me atë punë, me atë çrregullim moral, pra sakrifica e ashme janë pra fëmijët, sikur e dim kemi raste pra në Shqipëri, ja mjerisht nuk e di edhe për Kosovë, po edhe në Kosovë ka, sepse edhe kjo flitet gjithashtu, ato dy vajza që i kanë dy fëmijë. Po, urna. Jo, vazhdojmë. Kështu që kjo është një çështje, mandej pedofilia, gjithashtu e dini sa pedofil, sa fëmijë që kanë qenë sakrifisë e këtij problemi në anën në Amerikë, në Gjermani, në Austri, vende tjera që ka qenë detyrim të paguajnë dëmshpërblime me cifra enorme për shkak abuzimeve të tilla. Urna. Nëse ka fuqia morale, është një religjionet e kanë fuqinë morale, fuqia morale
duhet me kundërvu me fuqinë pa morale që është relbiti i gjini. Po, këta nuk janë të kushtuar të pranuar. Edhe këto është gabim. Monasi krishter, na nuk jena kundra atëve, po nejna të tregu se nësi ju lojmë qështu me bo, atëre nejna në pozitë Sodomu dhe Gomorës që mund marrë të shkatrimi i familjeve, thmive, krejt atëre ka shumë thmi, ka shumë familje që thmija vetë veshën si gra, a i baba vetë pranohet, në hapa të shkreti. E shtu është e problemi që na duhet me të regu që si krishterë dhe si kisha katolike që ka futin morale dhe politike, a i do të me kundërujme, me thonë, ju, na nuk i pranojmë, nuk i na kundërujme, po ju nuk gëzoni shta një apë që si drejta që mund ju me bëtë dhe shka. Ju. Ne japim drejta si kalin dikush, okej, kuptojmë, po nëse është dikon 1%, 2%, po jo, mu rritë homoseksualiti 25%, sot në botë, ku ka njës, jo po disa po dhe në smunje. Unë nuk dhja smunje, po nuk të më pëlqe sistemi i reklamave në për televizion, në për shkolla, këto dhe më me katë, edhe këto është e probleme që kishë katolike duhet, edhe ketë kisha, ketë, duhet me reagu, me thonë na, nuk kena kur gjo me ju dhe bani shka dëni, ju nuk keni prezent këto në kishë. Vazhdojmë me slajde tjera. Ashtu. Pra, ky problem që është bërë pothuajse mbar botror, por Angeli, lajmi i Angeli vazhdon dhe besojmë që thot Biblia kush ka veshje të dëgjoj dhe tani jemi në fund. Zbulesa 18:4, dilni prej saj populli im që të mos bëni pjesëtar të mëkateve të saj dhe të mos merrni nga plagët e saj. Thirrja e Zotit që të dalim nga Babilonia, të mos ndotemi nga pa ato gjana neverit e saja. Kështu që zbulesa 16, ne thot pastaj dëgjova një zë të madh nga tempulli që u thoshte 7 engjëve, shkoni dhe derdhni mbi kupat e zemrimit të Perëndis. I pari shkoi dhe i derdhi kupën e vetë mbi tokë dhe një ulqer e lig dhe dhimbshme goditi njerëzit që kishin damkën e bishës dhe ata që adhurojnë figurën e saj. Çfarë do të flasim herën e ardhshme, çfarë duhet të bëj? Atë jam me Jezusin, me Bibel, apo me traditat babilonase, romake, e kështu me radhë, greke, indiane, hinduse, e kështu me radhë egjiptase, apo çfarë të doni. Urna. Krejt që i përmene, krejt e kam gjardën për Babilonisë, edhe induse, edhe që kineze, edhe egyptione, krejt e kanë që ty o themele, që kanë një krejt. Për shkak se ku i kanë rrut gjumë të zoti, ata se janë morë vesh në mes vete dhe e kanë dëpërtu në për këtë botë. Edhe i kanë morë me vete i këto 3 zota për me emën ndryshe. Këtu e apropriarë dhe në kanë për Babilonisë, vishë të kuptuemi, adhish. Ashtu. Këtu është aja, e tash si na du të tregu populli që Babiloni modern, na që kena kry këtë lajmet, lajmi 3 ashtu të vazhdon, kur ta krym këtë lajme i keni me kuptu që Babiloni modern është i njëjtë që Babiloni që ka qenë përpara. Po ka më qenë edhe më keq, përsa ky ka më shkatru total. Kush vjen aty vdes, kush del shton. Amen. Ai që ka pagu me gjakun e vetë dhe ka shkel kokën gjarë për ka mund satanën dhe sot e kësaj dite na shpëton, na liron nga ky anmik. Ky satana është i vendosur, me qenë se ai do të jetë i shkatruar precisht të shkatroj sa më tepër njerëz, e që thot Biblia, nëse ka mundësi të zgjedhurit. Nëse ka mundësi pikrisht ata që e dojnë Zotin edhe që i besojnë. Kurse ne kemi çdo ditë fitore në gjakun e Jezusit, meritat e tia, victory in Jesus, edhe falenderojmë dhe metet në fund pyetja, pra a do dalim nga Babilonia, nga Tollovia dhe të
e përqafojmë Zotin dhe duart e tia të gozhduarat në kryq të Golgotës, gjaku i tij çmuar, meritat e tia dhe urna. Fjalën e fundit dhe në kena në Bibël një lajm të mirë për popullin që thot delni prej saj populli im, do më thonë Zoti është i dashuri edhe na kalon gjithmonë i rrugë na zerë pi betimit. Okej, lutemi, pra jemi në fund, lutemi së bashku. E thaj këne edhe shem, lutemi bashkë. O Zoti madh gjithëmbëjshëm, ndera lavdia takon ty, faleminderit për Biblën, faleminderit për lajmin e mirë të engjëjve, por faleminderit edhe për të gjitha këto këtë kupën e gotës të Babilonisë, të cila u shtjellu sonte. Të lutem o Zot, ti je Zoti të gjithë njerëzve, të gjitha kombëve, të gjitha kohërave. Të lutem ta thirr popullin e vet tënd me të dëgjoj, kuptoj qartë dhe të del nga Babilonia dhe të pendohen ata që janë akoma në Babiloni me qindra mijëra miliona njerëz, o Zot, të sinqertë që të duan dhe dëshirojnë të bëjnë vullnetin tënd dhe të përulen ty. Bekoj çdo njerin që do ta dëgjoj këtë video, bën o Zot që sa më tepër të përhapet, të dëgjoj njerëzit, të kuptojnë realitetin dhe të dalin nga Babilonia. Bekoj secilin, bekoj jetat, shëndetin, financat, fëmijët, djem, vajzat, familjet, martesat, kohën dhe ti na udhëheqe pri bekoj vllaun Keni, bekoj edhe mua edhe neve të jem në shërbimin tënd, në lavdimin e emrit tënd, se këto mësime janë tuat, jo tonat, ne jemi vetëm njerëz, por ti je alfa omega, i pari dhe i fundi. Dorëzohem në dorë tua, o Zot, bën që sa më tepër të shpërndahen këto informacione, këto video tek njerëzit, ti Zot ki mënyra, ki fuqi, ki mundësi, na të dorëzojmë ty, na jep një kokë të bekuar, një javë e cila është para nesh, ti jetë udhëhequr prirë nga ti, me dashurinë tënde, me mirësinë, shpëtimin, me leximin e Biblës çdo ditë dhe me hapjen e veshëve si nxënësit të dëgjojmë dhe të bëjmë vullnetin tënd. I bekuar, lavduar qoftë emri Atit, Birit, Frymëshit për gjithmonë. Amen. 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 Jana, Zotit bekof ty edhe burin tanë. Amen. Miroj tyre që kanë dëgju, i bekof familjet e tonë këtë që kanë qenë prezent. Zot ju rujt, natën e mirë. Natën e mirë.